Qyteti i cili ka shpëtuar prej vitesh betonizimit është në kërcënimin serioz nga kullat dhe resortet. E kemi fjalën për Pogradecin, një nga zonat më të gjelbëruara të tij. Tani do mbushet me pallate, donse leja e ndërtimit nuk është miratuar ende. Fatmir Bektashi po reklamon fort planin për të betonizuar Drilonin e madje po shet apartamente në ajër. Në pjesën që lidh parkun e Drilonit me Tushemishtin, do të ndërtohen nga kompania Kontakt plot 15 objekte, duke filluar nga 2 deri në 12 kate. Vet kompania e Bektashit e ka bërë të ditur tashmë projektin dhe duket se një pjesë e madhe aty do të mbushet me beton. Siç shihet edhe në foto, projekti përmban godina në formë gjatësore, të cilat janë të kateve nga më të ndryshmet 2, 3, 4, 6, 9 e deri në 12 kate. Pra godina më e lartë është 12 kate. Banorët e zonës janë të shqetësuar. Projekti kërcënon të zhbëjë identitetin arkitektonik të Tushemishtit, i njohur për shtëpitë e ulta karakteristike. Për më tepër, ndërtimet masive do të dominojnë pamjen natyrore, ndërsa objekti që ka marrë emrin Pyet e Drilonit në fakt do të kthehet në betoniere. Nga ana tjetër duket se një dorë po i jep edhe Ilir Xhakolli, kreu i bashkisë bashkë me Edi Ramën. Në mbledhjen e qeverisë të mërkurën është miratuar për llogaritë të bashkisë Pogradec vendimi për shpronësimin e objekteve që preken nga projekti Shëtitoria Drilon Tushemisht. Pra bashkia do nis punën për ndërtimin e një shëtitoreje nga Driloni në Tushemisht. Shumë mirë që bëhet një projekt i tillë, por pse vjen në një kohë kur do të ndërtoj Fatmir Bektashi, pasi ky projekt i jep një dorë të mirë në shitje kompanisë së tij. Duket sikur ka një koordinim në këtë pjesë. Pjesa nga Driloni në Tushemisht ka qenë një gangren prej vitesh. Ilir Xhakolli dhe paraardhësit e tij nuk hodhën një makinë asfalt, por teksa Fatmir Bektashi reklamon projektin aty, krejt papritur nis dhe procesi për shëtitoren. Në sfondin e këtij zhvillimi që ngjan me skenar të mirë menduar, lind pyetja: a është kjo një aferë e re klienteliste? Po shteti përgatit terrenin për të favorizuar ndërtues të lidhur me politikën, sepse fakti që ndërkohë që Bektashi reklamon kompleksin e tij luksoz, qeveria ndërhyn me shpronësime publike, lë pak vend për dyshim. Në vend të mbrojt një zonë turistike unike, duket se po i hapet rruga betonizimit dhe përfitimit të shpejtë.